Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozur, pasi kemi bërë një hyrje duke prezantuar librin dhe autorin e librit, pastaj kemi përmendur edhe parathënien e autorit për librin dhe kemi përmendur atje se çka përmban ky libër dhe pse autori e ka shkruar këtë libër. Tash kalojmë në pjesën e përmbajtjes së librit. Kapitulli i parë i këtij libri fillon me një kapitull të rëndësishëm që zakonisht dietarët librat e tyre i kanë filluar me këtë kapitull. Autori thot Babul Ikhlas, kapitulli që flet për sinqeritetin, për njëtin që duhet me pas besimtari në gjitha punët e tij dhe fjalët e tij, pavarësisht a janë të dukshme, të jashtme apo të brendshme. Ky është domosdoshmë titulli që autori e ka përmend dhe që nga titulli kuptohet se hadithet që kemi përmend, argumentet që kemi përmend, me çfarë teme kanë të bëjnë. Këto autori përmend domosdoshmë një çështje të rëndësishme që pastaj e argumenton. Domethënë sinqeriteti dhe prezenca e njëtit, qëllimit në çdo vendim të besimtarit. Pavarësisht a ka të bëjë me fjalë apo ka të bëjë me vepër. Pavarësisht a ka të bëjë me diçka që është e jashtme apo ka të bëjë me diçka që është e brendshme. Sinqeriteti është një nga veprat e zemrës të ndrozur dhe Allahu te barekuhu teala e ka kërkuar nga besimtarët. Prandaj autori fillon me argumentu së pari me Kur'an. Dhe kjo është padyshim ajo që duhet me bëjë gjithmonë. Në çdo gjykim që e marrim këtë dunja, çdo vendim, çdo njohuri, na duhet me shikuar se çka ka thënë Allahu i mënduar. Themi kjo është e mirë, kjo është e keqe, lejohet, nuk lejohet. Mbi çfarë baze e ndërtojmë këtë vendim ose këtë gjykim? Mbi atë që ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse Allahu është ai që, i shpall udhëzimet dhe ne i përfillim këto udhëzime. Prandaj mas pari fillohet me fjalët e Allahut te barekuhu teala. E me që autori fillon këtë kapitull të rëndësishëm, sikur se do të thonë, me një varg, vendimesh dhe dispozitash dhe rregullash, atëherë këtu i argumenton me ajetet e caktuara. Normalisht për këtë temë ka shumë ajete, mirë po autori ka përzgjedh disa prej tyre. Ajeti i parë që ka përzgjedhur është ajeti në surën Al-Bayyina, ajeti i 5, ku Allahu xhallahu thot: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika ad-dinul qayyim." Këtë përmend një realitet të rëndësishëm. Allahu thot: "Wa ma umiru." Ata kush ata? Njerëzit janë urdhëruar vetëm që ta adhurojnë Allahun te barekuhu teala sinqerisht. Allahu azza wa jalla nga njerëzit ka kërkuar që Allahun ta adhurojnë. Dhe këtë adhurim ta bëjnë mukhlisina lahu ad-din, duke ia shpreh Allahut sinqerisht për uljen dhe ndërtimin. Andaj këtu ka argument se sinqeriteti është i kërkuar në të gjitha format adhurimit. A është fjalë, a është vepër, besim, qëndrim, reagim, çka do kuft, që realisht e ka gjykimin që të jetë adhurim, atëherë duhet me qenë i sinqert. Pastaj përmend autori gjithashtu edhe një ajet tjetër, po vërtimi i ajetit mos të thellojmë në komentin e ajetit, por se bëj një ajet në merr koment gjatë, është ne duhet të ecim në hadithe. Thot Allahu ka kërkuar njerëzit që ta adhurojnë Allahun sinqerisht, hunafa don në rrugën e drejtë, nuk anojnë nga asnjë lloj i dhujtarisë, nga asnjë lloj mëkatimi, nga asnjë lloj shmangën nga udhëzimet e Allahut xhallahu ala. Çka është hanif? Hanif është ai që është don
në të kundërtën e të keqes. Nëse është e keqja në këtë anë, ajo është gjithmonë këtë anë. Që kjo është njëri hanif. Nëse për shembull është idhujtaria, shirku në një anë, ajo është në të kundërtën e saj. Që kjo është hanif. E Allah ka kërkuar nga ne që na Allahun ta adhurojmë sinqerisht, dhe gjithmonë karshi ta kemi të keqen. Jo të jemi pjesë të keqes, po karshi. Ajo në të anë në këtë anë. Ajet në mëson si duhet të pozicionohemi, ka do të marrim anë. Ku do të më qërë besimtari? Në anë e sinceritetit, në anë e adhurimit. O yuqimu s-salata o yu'tu z-zaka. Dhe gjithashtu nga ajo që Allah ka kërkuar adhurimin. Çka është adhurimi? Qëndrimi i dur, besimi i dur dhe ta falë namazin dhe ta japin zakatin. Dhalika dinul qayyim, kjo është e feja e vërtet, e drejt, e qëndrueshme që Allahu xhallahu ala i ka ftu njerëzit në të. Nga ajete që përmend autori është edhe ajeti në surën Al-Hajj, ajeti 27, ajeti 37, Allah xhallahu ala thot: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allahu flet për kurbanin që therrët tashina duke u ofruar, domthon bajramit e kurbanit, dhe Allahu xhallahu flet për kurbanin. Thot Allahu te barekuhu teala: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha." Tek Allahu nuk arrin mishi i kurbanit e as gjaku i tij. Në Allah si duhet kjo. Allah s'ka kërkuar nga jo që ta thëni kurbanin që Allah ti duhet mishi apo gjaku. Kjo i duhet juve. Ju i duhet mishi, është për juve. E çka Allahu kërkon nga ne? Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Mi po tek Allahu arrin devotshmëria juaj, domosë sinqeriteti i brendshme juaj. Ju jeni sinqert me thirr kurbanin për hir të Allahut te barekuhu teala. Andaj ky sinqeritet është ai që arrin tek Allahu, ai që e pranon Allahu azza wajal. Nëse mishi është për juve, Allah s'e don mishin atë. Andaj edhe këtu ka argument të qartë se edhe në këtë adhurim që është kurbani, therrja e një kafshë të caktuar për ditë caktuara, duhet të jetë për Allahun te barekuhu teala. Gjithashtu edhe e përmend ajetin në surën Ali Imran, ajetin 29, Allahu xhallahu thot: "Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Thuaj njerëzve besimtarëve, nëse e mshafni ato që keni mbrana, apo e shfaqni, Allahu e din. Allahu e din çka ka në zemrat e juaja. Allahu e din me çfarë qëllimi keni bërë këtë punë. Allahu e din me çfarë qëllimi keni këtë fjalë. Andaj këtu gjithashtu ka argument për sinqeritetin, për faktin se Allahu e din. Andaj duhet të jemi të sinqert, për shkak se çfarë do njëjtë të brendshëm që kemi, Allahu xhallahu e din atë. Andaj këtu ajete flasin për sinqeritetin të nërvëzër në forma të ndryshme që dëshmojnë këtu ajete se sinqeriteti është obligim, kërkohet nga besimtarit të gjithmonë i sinqert për Allahun te barekuhu teala, dhe gjithashtu veprat nuk pranon ndryshe pas me qenë të sinqerta. Dhe pastaj ka përmend hadithin e njohur të Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, që me këtë hadith edhe Imam Buhariu rahimullah ka filluar sahihun e tij, dhe është një hadith që shumica e dietarëve e kanë përdorur në hyrje të librave të tyre, për shkak se është një hadith bazë i rëndësishëm për fillimin e çdo iniciative, çdo projekti, çdo vepre, çdo fjalë e çka do të thotë besimtari që bën në jetën e kësaj bote. Unë përgjigj hadithin, pastaj komentojmë gjitha së bashku ajetet edhe hadithet lidhur me sinqeritetin. Hadithi i parë që ka përmend Imam Neviu rahimullah në këtë libër është, sikur është hadithi i njohur, hadithi i Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu duke thënë. Omeri thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu duke thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Çdo vepër është sipas qëllimit, dhe çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Ai që shpërngulet për hir të Allahut dhe të pejgamberit, hijreti llogaritet si shpërngulje për Allahun dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ai që shpërngulet bën hijrat për ndonjë qëllim të dunjas
apo për ta martuar ndonjë grua, hijreti i tij do të jetë mbi bazë asaj që domthon e ka bërë. Për çka ka bërë hijretin, çfarë ka më trajtuar dhe ka më llogarit. Ky hadith që prezanton në rrugë është nga hadithet bazë të fesë tonë. Dietarët e kanë përmend se Islami ndërtohet në 3 hadithe apo 4 hadithe. Mësimet islame ndërtohen në disa hadithe. Për atyre pasaj janë 100 hadithe, 1000 hadithe. Si bazë janë 3 a 4. Disa kanë thënë 3, disa kanë 4, varësisht çush i kanë trajtuar, po ky hadith në çfarë lloj kombinimi bën pjesë si hadith bazë, innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimit. Domethënë, edhe në këtë hadith të ndërmjetësor përmendet çështja e sinqeritetit. Prandaj, çka është sinqeriteti dhe çka është niyeti, që këto argumente flasin për to. E para të ndërmjetësor, sinqeriteti në gjuhën e fesë është ikhlasi. Ikhlas. Çka është ikhlas? Është domthonë një synim, një vendim, një orientim i qartë dhe i pastër. Njëri e din ku ja ka mësuar. E ku duhet më mësoj veprat tona? Kënaqësia e Allahut te barekuta. Ta bëjmë një punë për hir të Allahut xhallahu ala. Që kjo është sinqeriteti. Sinqeriteti në përkufizimin fetar është orientimi i zemrës, kthimi i zemrës ka Allahu te barekuta për t'u bindë Allahu në atë që Allah ka kërkuar. Don, nuk është fjalë goje, sinqeriteti, nuk është të bëj niyet. Goja nuk ka lidhje me niyetin. Me niyetin ka lidhje zemra. Zemra vendos. E ke po për ti kur vendos me bëni punë. Shkoj me shpreh. Po vendimi është primrana, e din saktësisht pse po e bën, e din saktësisht ku po shkon. Për shembull, kur e dal prej shtëpisë me ardh në xhami, niyet e ke pas, me ardh në xhami. Ku e ky niyet, ku rrin ky niyet? Në zemër. Ti s'ke thonë me gjuhë, po bën niyet me shku në xhami, s'ke thonë, s'ka nevojë. Për shkak se ti e din pse po shkon në xhami, ti e din ku po shkon. Që kjo dije jote e brendshme, që ky vendimi jot i brendshëm, që ti e din ka po shkon, ti e din pse po shkon, dhe nuk e shas kush pas Allahut, që kjo është sinqeritet. Prandaj nuk kanë më shpreh me gojmëri filoni, fesë ekonomike, s'ka nevojë. Zemra ka zën ka po shkon ti. Zemra ka zën ka po shkon. Zemra është vendi i niyetit. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala në këto ajete përmend zemrën. Don tek Allah nuk mrin gjaku, tek Allah nuk arrin, nuk shkon tek Allahu mishi. Çka shkon tek Allahu? At-taqwa. Dëshmëria. Ku është dëshmëria? Në gjuhë apo në zemër? Në zemër është. Andaj vendimi i prerë i zemrës tonë dhe orientimi i saj ka me shku me veprën apo fjalën e saj është sinqeritet. Duhet kjo zemër të kthej vetëm nga Allahu te barekuta, jo të kthehet ka njerëzit, jo të kërkon për njerëzve. Çka është sinqeriteti e kundërta e syfatësisë. Besimtari e bën për hir të Allahut te barekuta, për askë tjetër nuk e bën punën. Dhe gjithashtu të ndërlozur këtu po flasim domthon për fjalë dhe për vepra. E pa të najet Allah tha don li'abudullahi mukhlisin, që ta adhurojnë Allahun sinqerisht. Ta adhurimi Allahut te barekuta. U përmend namazi, u përmend zakati, u përmend domthon kurbani. Ka këto adhurime. Ka këto adhurime. Andaj na kur flasim për sinqeritetin, po flasim për adhurimin. Gjithçka që i takon Allahut mënduar dhe nuk guxon me i taku askujt, duhet të jetë vetëm për Allahut te barekuta. Don çështja e besimit, çështja e adhurimit, çështjet e shumta që besimtari i bën jetën e kësaj bote, e duhet me kon për Allahun te barekuta. Duhet që aty të ketë sinqeritet. Të jetë për Zotin te barekuta. Edhe tek hadithi e ka përmend hijretin, ku njëri shpërngulet për një vend me një vend tjetër për hir të Zotit te barekuta. Për shembull, në një vend ku është, nuk ka mundësi me jetu lirshëm, nuk ka mundësi me zbatu fenë që është duhet, për shkak se ka kufizime, ka presion, ka dhunë, domthonë nuk ka mundësi mu falë. S'u falet. Obligohet që tash me lëviz nga një vend, nga një pozicion, nga një shoqëni, me dal nga ai në shku dikon tjetër, ku mundet Allahun lirshëm e adhuru. Andaj njeriu gjithmonë kur të lëviz në favor të ruajtjes së fesë së tij, ruajtjes së imanit të tij. Edhe ky lëvizje e tij, ky transfer i tij nga një vend tjetër në vend tjetër për me ruajtur fenë e tij është
Prit Allah të azvel, me konë prit Zotit të barek o tala. Gjithë nga hyrjet e rëndësishme që duhet të bëjmë në këtë drejtim, është edhe çështja e sinqeritetit, do më si funksionim. Në thamë si orientim është prit Allah të azvel, për asë këtë tërë. Duke kërkuar vetëm kënaqësinë Allahut te bareke ve teala. Ç'kjo është ajo që do të pas besimtari parasysh. Prandaj për këtë arsye dietarët këtë hadith edhe këtë kapitull e ka filluar me të çdo libër, që kjo duhet të jetë e qartë që nga fillimi. Të jetë e qartë se ti ki përsim Allahun te bareke ve teala. E njëti që sinqeriteti të ndërlozur i ka 3 komponente të rëndësishme që e kompletojnë. Do na marrim kuptimin e përgjithshëm që është orientimi i zemrës ka Allahu te bareke ve teala. Që kjo është zemra të kthehet ka Zoti, zemra të jetë orientuar ka Allahu te bareke ve teala. Min vetë ti ky sinqerisht çka përmban, dietari ka përmend 3 gjëra më rëndësishme. E para është domthonjë që ti me veprimin tënd të synosh adhurimin. Të synosh adhurimin. Jo për shembull njëri me synu diçka tjetër. Se ka për të adhurimin. Ata këto sen thash sinqeritet, nuk ken. Për shembull njëri do më shku me e thash ma sabat ato. Nuk do më bëu adhurim, veç pak për çef po shkoj. Këto nuk kanë të volta ashtu për sinqeritet. Nga sa veprimi i rëndom ti oti jetës tonë, këtu lejohet me një domon në të kuptim me bëu edhe për një tjera. Pra, jo se kam për sevap, e kam për shnet, e kam për me kalu vak, s'po më rgjume. Tjera njëtë e në këtu, apo? E këtu s'po flasëm për sinqeritet. Ku flasëm për sinqeritetin, flasëm për ibadetin. Në vepra që ti vendos me bo ibadet, do të me konë e sinqert. Çdo vepër që ti dënë me te, mu afru tek Allahu te bareke ve teala, dënë që Allahu me të shpërbly me te, ti dush me konë i sinqert. Nga se ibadeti e kërkan sinqeriteti. E ibadet tash është çdo fjalë dhe çdo vepër që Allahu e dën. Dhe largim nga çdo fjalë dhe vepër që Allahu nuk e dën. Prandaj këtu hin obligimet më së pari, normal obligimet, hin pastaj gjërat e pëlqyera që i ka bëu pejgamberi sa, po se në obligim dhe mund të hyjnë gjërat e rëndomta. Të jetës së përditshme nëse i bojnë për ibadet. Për shembull të vëllazër gjumi me dal mes me sabahut, tash gjërat e rëndomta të jetës. A do të më pas sinqeritet për me flajt natën? Për Allahun po flaj. Mund është për flajt për veti, me poshu. Nuk është çështje e adhurimit. Por gjumi, a mund të shndrohet në adhurim? Mundet. Nëse flaj, po pushoj, se më duhet më që me falë sabon. Pa flajt, së ne falë sabon. Unë e po flaj, se Zoti Gjellole ka bu natën me flajt, edhe me ku njësa aktiv gjatë ditës që shka kërku Zoti. E bën të ashti gjumin e shëndron nga adetin e ibadet, nga zakonin e adhurim, nga një zakon i përdet shumë i rëndom e këthen në ibadet. E nësë do me këthy në ibadet, do të me pos njetë. Do të me konë për i të Allah të barë këtala. E bën të rëndom, jetë i rëndom, s'ka se op, kur gjëgjë, e stutje. Ama do me e shëndru në ibadet, do të me konë me sinceritet. Prandaj, çështja e parë që ka të bëjë me sinqeritetin është e ndërlidhur me ibadetin, me adhurim. E dyta, pasi që kena vendosur me kon adhurim, e do të me kon për Allahun azza wa jall. Pasi ke vendosur me kon për Allahun, me kon adhurim që pret shpërblim, do të me kon për Allahun te barekuta. Dhe njëti i tretë apo pjesa e tretë e këtij njëti duhet të jetë po e bëj për të nënshtruar Allahut xhallahu ala. Po e bëj për Allahun dhe po e bëj për t'ju nënshtruar, për t'ju bindur Allahut azza wa jall. Pse pa e fal namazin? Don përgjigjja në pyetjen për kë po e bën namazin është Allahu. E pyetja e dytë është pse po e bën namazin? Pse Allah e ka obliguar, unë po duam me zbatu obligimin. A dalloj mes veti? Dallojnë. Prandaj njëti ka këto 3 kombinime apo. I ka këto 3 komponente. Domthon e ka adhurimin, e ka për Allahun, edhe ka për t'ju nështru Allahu te bareke ve teala. Çdo tria kush i plotson e ka kompletuar jetën atë. Njëti është i kompletuar, edhe tash i kompletuar në vendim, i kompletuar në orientim, flet që ka njët me fol, vepron që ka njët me vepru, e kështu me radhë. Prandaj, duke pas parasysh se kjo është këtë në fillim,
edhe në bazë të i merë orientim fjala e njerit, edhe merë orientim vepra e njerit, dietarët e kanë kurzuar si veprim të zemrës, si orientim i njerit, ka po të me shku. E në ibadete, duhet me pas sinqeritet. Gjithashtu edhe tek puna e ibadetit të ndërlozur, dietarët e kanë përmendur në bazë të ajeteve që janë argumenteve të hadithit pejgamberit se një punë për me qenë ibadet tek Allahu, i pranuar tek Allahu, do të më kon i sinqert, dhe dyta të jetë sipas udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po për Allahun po e bën, ama po e bën çu don Allahu, edhe kjo është pyetje më e rëndësishme. Pyetja e parë, apo e bën për Allahun dhe apo e bën çu don Allahu. Nëse të dyja jep përgjigje të duhur, vepra e pranohet. U pranu. Çështo është një vepër e mirë. Çështo është një fjalë e mirë. Një fjalë e mirë, një vepër e mirë është nëse është për Allahun, edhe është në rrugën e Allahut, në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Çka feja jon? Nuk është feja jon, domthon bëj çka dush, bëj ç'është dush, njëtë në kom pas mirën e. Njëtë nuk mjafton me që mirë. Njëtë i mirë është nisma. Pastaj do të më kon edhe vazhdimi që duhet. Vazhdimi që duhet. Njëri për shembull me nis për shtëpisë në xhami, edhe nuk i vjen rrugës për xhami. Shkon këtë non kundër. Thotë njëtë i mirë ku pas më shkon në xhami, pse shkova, s'kam çka bëj. Jo, ti njëtë i mirë s'mjafton, njëtë i ku i mirë fillim, shumë mirë, njëtë i ku për Allah më shkon në xhami. E pse si ka rrugës për xhami pra? A kjo pyetje më rëndësishme është. Andaj ti njëtë ke pas mirë, po pse si ka rrugës pejgamberit? S'mjafton njëtë, duhet edhe rruga të jetë e qartë apo. Dhe në hadithin e parë që ka pranuar të ndërlozur, do të ka qesu këtë punë praktikisht. Këtë punë ka qesu praktikisht. Do të ka thonë innamal a'malu binniyat. Veprat realisht nisin nga niyeti. Hadithi i parë tregon se nuk ka mundësi me pas vepër pa niyet. S'mundesh. Nga se pasosh afekt. Apo afekt. Por nëse një njeri pa qëllim e lëviz dorën. Kjo ai thotë se veprova, jo, nuk thotë kjo nuk ka vepër. Kuptim lëviz është vepër, por nuk është që ti mundesh me llogarit punën tonën, se e ke bërë asaj pa niyet. A mundesh në punë me vë pa niyet? E ki qëllim me vë ama s'ki niyet, a mundesh? S'mundesh, se ti mbrana dim se po bën. Pa dhe njëti është nisë me çdo punë apo. E në bazë të këtij njëti të brendshëm që është nisë me çdo punë, ka thonë pejgamberi wa inna ma li kulli imrin ma nawa. Andaj në bazë të asaj që ka vendos, ka më i taku edhe shpërblimi apo dënimi Allahu na ruaj. Prandaj hadithi, pjesa e parë hadithit innamal a'malu binniyat, veprat gjykohen në bazë të qëllimeve, do është ka të bëjë me nismën e çdo vepre. Është nisma, ndërsa gjykimi përfundimtar i veprës, a është e mirë, a nuk është e mirë, është në bazë të pjesës së dytë të hadithit. Wa inna ma li kulli imrin ma nawa. Çdo njeriu i takon ajo që ka vendosur për të. E ka vënë për Allahun, gjykimi përfundimtar për veprën është sevapi. Se ka vënë për Allahun, e ka vënë për njerëz, gjykimi përfundimtar është, s'ka sevap, për shkak se Allahu i thotë në gjykimit, shka merr sevapin të ata që për ta ke vënë. Normal, shka merr sevapin të ata për çka ke vënë. Edhe për me kuptu tash praktikisht çysh kjo funksionon, ka pru shembull në hijretit. Thash hijreti është mosh për ngul. Njëri domon nëse do të më në vend vet, edhe me qenë në vend e tij, po ka erë për shembull botë e pamundshme. Që këtë dini, domon ka pas raste kur s'ka mujt, armikut ka poshtuar, ka luftu, ka rreziku jetën e fejë jote, s'ka mujt me nejt, atëra Allah ka bëu obligim që njëri me lëviz. Këtë tokë është Allahut azza wa jall. Nuk ka kush njëri mu lidh me një vend, edhe pse hu për shembull jetën, pasuninë, fen, ora është për jo. Njëri rën aty ku garantohet feja e tij, garantohet besimi i tij, aty ku garantohet jeta e tij, ku garantohet pasuria e tij, nderi i tij, ruhet. Nëse Zoti na ruaj, rrezikohet nderi, pasuria, feja, ata një do të më lëvizë. Dhe lëviz nga një vend ku është i kufizuar në një vend ku ka liritë, normal, të jetesës, ka liri për më besuar, dhe kjo është normale. E kjo lëviz do të jetë për Allahun te barekutaala, për më shpërbly. Për më shpërblyhem. Andaj ka përmendur mas pari, "Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli." Ai që shpërngulet për me zbatuni urën të Allahut dhe për me ndjek pejgamberin se ai ka bëu hijret,
ka më të rritu që shtot hijreti të jepën. Për Allahun edhe për pejgamberin. Për Allahun sinqerisht, ndërsa për pejgamberin këto është në rrugë të pejgamberit, jo për hatër pejgamberit. Jo, për Allahun është njëti, por në rrugën e pejgamberit alayhi salam. Mirë, a ka tjera forma të hijretit? Po ka. Faman kanat hijra lid-dunya yusibuha. Kush e çon vendin e tij, shkon në një vend tjetër për dunjë. S'u shku pse u konzor për fe, s'u shku pse ka pas rrezik, po ka dashur me përmirësu dunjën e vet. Ka dashur me pas pasuri, ka dashur më zgjenu më tepër në jetën e kësaj dunjë. Edhe këtë ka përmen, e u imratin yankihuha, apo me martu ndonjë grua. Nëse kjo hadith e ka një arsye pse është thonë se një njeri në kohën e pejgamberit realisht është përmend se ka bëu hijret, është përngul, domthon për shkak të një gruaje, ka dashur një grua shumë, ka dashur me martu. Edhe ajo është përngulja e gruaja. Ndërkohë për Mekës ka shumë Medinë atë. E ky ka ardhur në Medinë, don jo për te pejgamberi, jo hijret, por ka ardhur me martu çat grua. Ka thonë pejgamberi, hijreti është për çat grua, s'është për Allahun e pejgamberit, se s'ke bëhet hijret për ta. Dhe njerëz kanë qëllime shumë në dunjë. Dikush për shembull shkon në një vend me pasuri, dikush shkon me martu, dikush për çka do që ka shku njëri, fa hijratu ila ma hajara ilay. Hijreti është për çat punë. Dhe shikoj këto në fund pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka thonë për shembull hijreti është për dunjë, hijreti është për martu, jo. Po e ka përgjithësu. Fa hijratu ila ma hajara ilay. Hijreti është për çka ka bëjë, pse sa një ti është, sa qëllimet njerëz janë, ajo është për çka ka shku. Ama ato që ka vlerë, ato që ka, domethënë, shpërblim, ajo që ka, domethënë, vlerësim është për Allahun dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe njëri të ndërvozur, edhe në qoftë se esenca apo baza e lëvizjes nga vendi i tij në një vend tjetër është për shembull me përmirësuar standardin jetësor, e këtu mund me bu për Allahun ato gjë. E këtu për Allahun të vërtetë që me pas sevap. Mirë po, në esencë shpërngulja e njëri nga një vend tjetër është për hir të Allahut xhallahu ala, duke ndjek udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë, ka qenë i kufizuar, ka qenë luftuar dhe ka kërkuar një vend më të lirshëm dhe një ambient më të favorshëm për me adhuru Allahun xhallahu ala dhe për me prof fen e tij. Edhe pse shpërngulja ka rregulla të shumta, domthonë dietarët kanë përmend a lejohet për besimtar me u shpërngul në vendet e jo besimtarëve, me shku në vende ku domthonë realisht nuk ka musliman. Këto janë rregulla pasaj të shumta që kanë bënë me këtë çështje, mirë po ne po mjaftojmë me kaq në këtë pikë, duke përmendur vetëm aspektin e njëjtit, çka nuk kupton çysh funksionon njëjti, edhe shembuj të njëjtit të pranuar si shpëlim edhe të atij që domthonë nuk ka shpërblim, por njeriu fiton atë për çka e ka bëu. Për çka e ka bëu. Kur e bëm për Allahun dhe pejgamberin, sigurisht ka sevap. Sigurisht ka sevap, po. S'ka mundësi më për sevap. Nuk ka mundësi më për sevap. Kur e bëm për Allahun, edhe në rrugën e pejgamberit atë që shtafëm. Nëse e bëm për dunjë, a arrin sigurisht ato çka ka kërku? Jo, zë më thon. Ka mundësi për shkak shpërngulet me një vend, për shkak për qëllim të caktuar dunjos. Ka mundësi nuk arrin qëllim. Ka mundësi dështon lëvizja e tij. Këtu s'ka garancë. Këtu mund të jetë shpërngulje e lodhshme, mund të jetë lëvizje komplet e dështuar. Ka mundësi, dunjon kjo. Andaj shikoj edhe nga kjo perspektivë, ki do të llogarit gjithmonë më bëu punë veç për të hatër të Allahut azh. Ka se veç kur i bën për Allahun xhallahu ala, sigurisht shpërblesh. Me lenin Allahut gjithsesi shpërblesh. Këtu ka garancë. Çka është nën kët? S'ka garancë. Mund të kom pas veç lodhje, veç mundim, s'ka kur fort domethënë ndryshimi i gjendjes, veç edhe më keq mund me kon gjendja, si dihet se puna, ama ti e merr përgjegjësinë për vetë për këtë punë. Ke dash për dunjë, vazhdo me dunjë. E merr mirë, sa merr s'dihet kjo punë. Allahu nuk i premton askujt se ka më marr keq ka synu. Ja, si premton. Allahu u premton veç besimtarëve që ato që për Allah kanë më marr. Që kjo është e garantuar. Por tek kësaj s'ka kur të garantuar. A ka mundësi për shembull punon në fund mburshë dingu fytysh. Ka mundësi, po në ulodha. Ka çështë ndryshe ato. Këtu janë tjera kalkulime. Unë shkova në vend, vendin tim, me shita shpinë e bona i ke bo, po dunjaja ka njëre dhe me kondryshe nga që na mundu me pritëm. Kush angazhohet në këtë dunja, merë për i saj, ma shumë se që ka bo, po merë për i saj edhe ma pak se që ka bo. Ka njëtë punën shumë, pak fitojnë.
Ka njerëz më pak punojnë, përfitojnë më shumë. Dunja kjo apo. S'ka këtu kur far garancë se sigurisht kimë marr, s'ka garancë. Aja që ka garancë të prerë dhe të pikë, s'ka ndryshë është aja që bëhet për Allahun, për ahiret. Çato për Allah që ki bo, do kime gjetë tek Allahu xhallahu. Edhe në kuptim mirë, po Allah në rritë edhe në kuptim të keq, aja që nuk u bo për i të Allahut, nuk u bo në rrugë të Allahut xhallahu, ka përresi tek Allahu xhallahu nesër. Kjo hadith në vëllezër na mëson që veprat ndërtojnë mbi niyet, na mëson që, domethënë, shpërblimi i veprave vlerësohet me bazën e jetës. Nëse është për Allahun, shpërblehet nga Allahu xhallahu xhallahu. Dhe sill shembullin e dy njerëzve, dikush për Allahun e dikush për dunja, edhe interesat e caktuar të saj, mirë po, na mëson gjithashtu kjo hadith se nëse don shpërblim, nëse don sukses dhe arritje, mundohu që gjithmonë të jesh, domethënë, ka Allahu i kthyer dhe për Allahun azza xhel me i bë punët, nga se e kundërta pasaj është me pasoja të rënda, nga njerë ndoshta edhe me probleme dhe komplikime të pariparueshme, të pariparueshme. Së në nërejsh, ato që ke prish kur më Allah në rujtë, se shka një jetë. Kërë që me këtë autorin në mësën se si duhet me njës njeri ditën e ti, jetën e ti dhe ka me orientu në aspektin e punëve dhe fjallëve të ti. E ka edhe hadithe tjera që flasin, që pa dëshim kena me plëcu tretimin e sinceritetit përmes haditheve tjera. Se kjo që e thash, është një pjesë e temës së sinceritetit, një pjesë. A ka Allah për këtim? Ka Allah për këtim. Andaj autori ka me përmes haditheve tjera edhe plotësimin e kësaj teme, inshallah bindila që përmes saj pastaj më të marrëm edhe rregullat që kanë bëjmë me sinqeritet, por sot sikurse domthonë përmana folëm për definicionin me çka ndërtohet, çish funksionon edhe çish besimtari të jetë i sinqert për Allahun te bareke ve teala. Allah na bëfshi të jemi të sinqert, që çdo fjalë jone dhe vepra jone në këtë dunjë të jetë në favor të shpërblimit tonë ditën e gjykimit, që mos të humbim asnjë mundësi nga dunjaja për të fituar nga shpërblimi i Allahut te bareke ve teala. Allahu shpëlef për vëmendjen me kaq për këtë pjesë. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.